Përshëndetje të gjithëve, kam një mesazh të vogël që dua t'i shpreh Edi Ramës. Edi Rama ka thënë që këto protesta dëmtojnë turizmin, edhe nuk do kemi asnjë turist në Shqipëri po vazhdojnë protestat. Prindrit e mi kanë në dhoma plazhe që japin me qira, edhe periudha që ata fitojnë ca lekë është behari. Por ama neve si familje nuk do vendosim kur lekët para interesit të Shqipërisë, para interesit të gjithë shqiptarëve. Edhe sikur të kemi 0 turista këtë vit, mos të fitojmë asnjë kokër lekë, nuk na intereson. Sepse sidomos neve që jemi vlonjat, na intereson më shumë që Vlora, Sazani, Zvërneci mos të preken, mos të venë në duar izraelite apo amerikane, se sa disa lekë që në fundit janë copa letre. Edi Rama i dorë nga këto budallallëqe që po bën. Nuk mund të shesësh tokat e Shqipërisë, nuk mund të shesësh Sazanin edhe Zvërnecin. Sepse edhe një budalla e kupton shumë mirë që në qoftë se ebrenjët apo amerikanët marrin në dorë Zvërnecin edhe Sazanin, neve shqiptarët nuk do kemi më mundësi që të shkojmë atje. Në qoftë se ai amerikani, gjysmë izraelit, bën rezortin e tij në Sazan, ju garantoj una që shqiptarët nuk do lejohen më që të shkelin në Sazan. Është shumë e thjeshtë. Sepse këto gjëra kanë ndodhur në disa vende të botës, si për shembull në Sardenja të Italisë, ku disa investitorë kanë marrë pjesën më të bukura, Costa Smeralda në Sardenja, edhe italianët nuk mund të vejnë atje për të pushuar, vetëm mund të vena njerëzit e pasur. Amerikano-izraelitët marrin tokat në ato zona për të bërë investimet e tyre, neve shqiptarëve nuk do na lejohet më që të kalojmë atje. Prandaj njerëzit po protestojnë kaq shumë, prandaj të gjithë shqiptarët në botë po protestojnë, nuk ekziston që Edi Rama sado pushtet që të ketë të shesi Shqipërinë. Nuk ekziston kjo gjë. Nuk na intereson gënjeshtrat që thuhen në televizor që do përmirësojnë jetesën e shqiptarëve, janë gjitha gënjeshtra. Këto investime i bëjnë të pasurit për të pasurit. Edhe që të pasurit të bëhen më shumë të pasur se që janë. Shqiptarët, kudo që janë, nuk do përfitojnë asgjë nga ky investim, asnjë lloj gjëje. Faleminderit gjithëve.